Zotin Ura, të njëjtën pyetje, cili është skenari më i mirë dhe cili është ai më i keq për Kosovën në këtë moment? Konvergoj me ambasadorin që skenari më i mirë për stabilitet afatgjatë do ishte me PDK-n si parti e dytë. Dhe pa dyshim që do jepte garanci për vota, do jepte garanci jo thjesht për stabilitet në qeverisje, po do jepte garanci dhe për zgjidhjen e krizës së ardhshme presidenciale. Sot vura re dhe zonjën presidente e cila edhe me korespondenten tonë ndoqi nga afër, mbajti radhën ke njerëzit. Nuk e kuptova atë gjest, mu duken çik i stisur, sepse ndoshta do të tregohet që është afër njerëzve, po ajo është presidente. Edhe në zgjedhjet e 9 shkurtit apo ato lokale vura rinjprirjet të politikanëve të Kosovës për të ndejtë në radhë. Artifica më duken, sepse zonja presidente nuk është një qytetare e zakonshme. Është presidente e Republikës Kosovës. Ajo do kryej detyrën e votës e do shkojë të merret me një punë. Ka një detyrim në shërbim të qytetarëve. Kjo mund të jetë shenjë për të demonstruar që zonja Osmani do të rikthehet në politikë. Pastaj duhet kemi skenar të tjerë të lëvizme. Rikthim duke kandiduar për herë të dytë për president? Po nuk besoj që ka votat për të kandiduar për herë të dytë, duhet negocioj me palët, po ka qenë një nga interlokutorët, po megjithëse gjinia nuk është në këtë rast, më të mirat të ndërkombëtarëve. Albin Kurti ka shpenzuar energji dhe kohë për të qenë interlokutues i ndërkombëtarëve, ndërsa ajo ka qenë e përzgjedhur dhe është një performancë pozitive në klasën politike të Kosovës. Dhe nuk do ishte keq të qëndronte në politikë dhe ju e mbani mend në 2021 mos gaboj bashkë aleancën që bën me Albin Kurtin patë një sukses të jashtëzakonshëm. Nuk po sugjeroj të njëjtën aleancë sot, po sugjeroj që një politikane me vlera racionale që ditë marri përgjegjësi është e nevojshme në Kosovë, sepse ky vit na tregoi që ne nuk kemi politikan racional në Kosovë. Përderisa nuk zgjidhëm dot një krizë e cila duhet ishte zgjidhur, duhet i kishte kushtyer gjithë to para popullit Kosovës, mos i kishte lënë pa rroga administratën e shtetit dhe sigurisht të kishin stabilitet, kishin marrë projektet e Bashkimit Evropian, kishin filluar negociatat me Beogradin në një ditë vështirë për Miloševićin vjen mua gjithmonë për Vučićin, sepse vazhduesi i asaj është, të gjitha këto janë kosto të humbura, janë kosto që duhen paguar. Dhe kështu që personalitetet cilët kanë një racionalitet, kanë vullnet, kanë kurajo, kanë karizmën, nuk duhet i humbi Kosovës që i kanë me mangësi këto gjëra. Në këtë plan, unë shpresoj që ta kemi në lojë me negociata, pavarësisht se është presidente me vullnet politik të kalojnë limitet ligjore, po Kosova ka nevojë për stabilitet politik dhe ekzekutiv. Ka nevojë për ngritjen e parlamentit, absolute, ka nevojë absolute. Për ngritjen e parlamentit ka nevojë për ngritjen e qeverisë, ekzekutivit dhe sigurisht për stabilitet politik. Këtë gjë mund ta bëjnë politikanët racional siç është zonja Osmani. Pjesa tjetër është ka një variant që ne duhet kemi exit pollet, që opozita e gjitha, edhe për të ruajtur një lloj dinjiteti që edhe ata nuk kanë dakord, nuk bën kompromise. Ju kërkuan momentet vështira, momentet të fundit, po përgjegjësia është edhe opozita, e cila për fat keq nuk është në situatë optimale. Është në situatë mjaft dramatike. Vetë opozita, Lidhja Demokratike e Kosovës e tregon qartë. Partia Demokratike e Kosovës ka një lloj stabiliteti në elektorat, ka një lloj stabiliteti në vendimmarrje, ajo mund të jetë një aktor i rëndësishëm. Po e kam të vështirë ta shoh në aleancë qeverisë me Kurtin. Por në momente historike siç është Kosova sot, duhen pranuar dhe kostot. Pse jo, ta kishim, siç e tha ambasadori, po skenarin më optimal. Kjo do të ishte në favor të Kosovës dhe do të kishte humbje për partitë. Një aleancë midis lëvizjes vendvendosje me Partinë Demokratike e Kosovës, me kryetar Bedri Hamzën. Hamzën, i cili kandidoi për kryeministër. Dhe padyshim, zoti Hamza duhet kishte një pozicion në ekzekutiv, ose të ishte ai kandidatura për president. Po këto janë negociata, kjo është diplomacia e cila ta detyron vota. Bazuar në fushatën që është zhvilluar, i sheh të mundshme një koalicion i tillë? Jo, edhe unë nuk i shoh të mundshme, por unë besoj që faktori ndërkombëtar që është i shqetësuar dhe sigurisht ka filluar të lëviz, jam i bindur, duke parë këto projeksione, ka filluar të lëviz sepse i trembet një situatë e ngjashme. Stabiliteti, duhet të zgjidhet planet dhe prioritetet që duhet të bëjë Kosova krahasuar me fragmentarizimin i cili ekziston midis
Albin Kurtit, i cili nuk arriti dot njëherë të krijojë një qeveri me partitë opozitare. Nuk arriti për korkorësia, duhet thënë, se i kishe gjitha shanset, kur bëri ofertat e fundit, ti kishe bërë që në fillim, kishe negociuar që në fillim, me sinceritet, dhe jo të negociosh me kandidaturën time për presidentet parlamentit, ose nuk ka kuptim tjetër, po të negociosh çfarë sugjerimi keni ju, se unë jam shumica elektorale, unë duhet jem më tolerant se sa pakica, ju çfarë sugjerimi keni, çfarë opsionesh ofroni ju, Partisë Demokratike të Kosovës apo Lidhjes Demokratike të Kosovës, apo dhe Partisë të Ardhmen e Kosovës, siç është Aramush Haradinaj, një aktor i rëndësishëm, i cili ka demonstruar pjekuri politike, pavarësisht se vota vlerëson populizmin. Domethënë, ne kemi një Albin Kurti është një politikan populist. Nga sondazhet vjen re një prirje në rritje, përveç nga sondazhet të cilat përmendi kolegja ime Habi Hoxha, ishte në shifrat e 25, 24, 25%, përveç njëri që nxirrte në të njëjtin nivel pak a shumë të 43%. Nuk ndryshojnë asnjë gjë, nëse nuk arrin shumicën që i nevojitet, prap nuk e zgjidh probabilitetin për krizë. Mund të ndërtojë një qeverisje, po nuk do zgjidhë krizën e presidentit. E të çosh përsëri një vend të varfër si Kosova në zgjedhje, me një kosto financiare të jashtëzakonshme, nuk më duket pjekuri politike. Dhe për çfarë? Për një kokëforsi, për farë për një arogancë politike se unë kam vota. Po ti ke vota, po ke edhe përgjegjësi për votat. Sepse ti nuk je, prandaj u referova dhe zonjës Osmani, ti nuk je qytetari. Ti je përfaqësuesi i një grupi të madh qytetarë. Pra ke përgjegjësi jo si një qytetar, po ke përgjegjësi për një grup interesi të jashtëzakonshëm. Për shtetin në fund të fundit. Patjetër, pra, kështu në këtë rast ne kemi dhe situata globale nuk është e favorshme. Nuk është e favorshme për vetë Kosovën. Edhe sot rastet që tregojnë arrestimet që janë bërë, tregojnë që Beogradi nuk po flet gjumë, tregojnë që Rusia nuk po flet gjumë. Si do e përballosh këtë situatë? Duke bërë cicmice me partitë tua, me partitë kundërshtare, po jo armike. Ti armik ke Beogradin. Dhe sigurisht ti po të sugjerohet që këtë armiqësi ta konvertosh në një miqësi racionale. Se ndryshe nuk të pranon Europa, ndryshe nuk bëhesh pjesë e Europës, po nuk u bëre pjesë e familjes madhe, ke rrezik destabiliteti. Sepse ne, tash mund të ketë në një individ shumë modest në Kosovë që mendon që ushtria qeverimtare e Kosovës çliroi Kosovën. Po kjo është mungesë përgjegjësie politike. Pa aktorin dhe aleatët strategjik, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian, Kosova mbetet si peshku pa ujë.